83 mandate në parlament, por akoma më e rëndësishme është dhe si do funksionoj opozita në 4 vitet e ardhshme. Ndërkohë, lajmi më i mirë, lajmi më pozitiv që kemi dëgjuar ditën e fundit është vendimi i NATO-s që samitin e vitit 2027 ta mbajë në Tiranë. Nuk është mësuar Shqipëria me ngjarje kaq madhore. Domethënë 3 samite të BE-s dhe tani një samit i NATO-s mbahet pra në kryeqytetin shqiptar. Gati 18 vjet, mos gaboj, nga antarësimi i Shqipërisë në NATO, Shqipëria bëhet pritse e një samiti dhe në situatën që po kalon globi, një samit merr një rëndësi të veçantë sepse samite 5-10-15 vite më parë të NATO-s nuk se kishin ndonjë lajm, ndërsa samitet të NATO-s në situatë ku ka disa vatra lufte dhe ky mbahet në Tiranë, pa diskutim është një ngjarje e jashtëzakonshme, e lidhur kjo edhe me zhvillimet në Kosovë, në konfliktin tashmë me Serbin, por sidomos ato vatrat e zjarrit Izraeli me Iranin, Izraeli në Gaza dhe lufta në Ukrainë. Për të analizuar gjitha këto, unë kam ftuar një kolegë gazetar, që e ka kapërcyer statusin e gazetarit tashmë, është një analist politik, Ardit Rata, një mik edhe emisioni Dekalog dhe i Dritare TV. Përshëndetje Ardit, faleminderit që pranove ftesën. Faleminderit për ftesën. Tani, ne kemi analizuar disa herë post zgjedhjet e 11 majit, por pyetja kryesore është, Ardit, si do ta menaxhoj Partia Socialiste mandatin e 4, që unë e thash në fillim, është i vështirë në aspektin se e konsumimit, është i lehtë në aspektin e numrave që ka, pra me 83 mandate quhet një super pushtet, por nga ana tjetër është i vështirë, Ti vetë bie dakord me këtë dhe si e parashikon? Po sigurisht, ky besim i madh që ka marrë Partia Socialiste në 11 maj, në radh parë ngarkon një përgjegjësi të lartë edhe duke pasur parasysh ambicet e saj në vijim, po edhe sfidat që sjellin zgjedhjet lokale të parakohshme, zgjedhjet lokale të përgjithshme, pra që pritet mas 2 vitesh, po edhe zgjedhjet për mandatin e 5 CEO. Për në këtë aspekt u besoj se Ardit, më fal, edhe mandatin e 5 do fitoj Partia Socialiste, nëse arrihet objektivi që Shqipëria të antarësohet në Bashkimin Evropian, nuk ka asnjë arsye që një vit mbas antarësimit Partia Socialiste të riqet nga gara dhe ta dorëzoj pushtetin, kuptimin që të mos ketë më ambicien për ta qeverisur Shqipërinë edhe brenda Bashkimit Evropian si anëtare me drejta të plota. Ti mbështet Partinë Socialiste? Urdhë? Ti mbështet Partinë Socialiste? Në kushtet që kemi këtë rezultat, unë kam besim që vetëm kjo qeveri mund të arrijë ta antarësojë Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Për arsyen sepse ka marrë si zotim madhor në radh parë, ka vënë si bazë politik me shqiptarët, po edhe vetë Rama ka vënë si bazën e jetës tij dhe ka shprehur qartë objektivin për 4 vite të vijim. Unë vetëm trembem nëse Dhe ti beson kësaj? Unë i besoj, por unë i trembem pjesës tjetër që duke i fokusuar gjithë energjitë e qeverisjes tek qëllimi për të antarësuar BE, ndoshta mund të lihen pas disa sektorë tjerë të rëndësishëm të jetës shqiptarëve, apo mund neglizhohen disa reforma që janë akoma po aq të rëndësishme sa dhe ato që na detyron nga BE-ja të ndërmarrim gjatë procesit të negociatave. Tani, vim të kjo pjesa teknike i qeverisjes. Së pari, Ardit, do formohet kabineti i ri. Çfarë pritshmërish keni dhe si e parashikon ti, mund të kesh edhe informacione, edhe pse ne e dim tashmë që Rama lexon ato emrat aty dhe ata që bëhen ministra e dëgjojnë siç e dëgjon ti dhe unë si gazetar. Unë besoj se një pjesë e madhe e emrave që janë aktualisht në kabinet nuk do të jenë më pjesë e kabinetit të ri, dhe besoj gjithashtu se do të kemi krijimin e disa ministrive të reja, jo një, po ndoshta 2-3 apo më tepër ministrive. E lidh këtë pikërisht me ato që thamë më parë, pra me projektin edhe me synimet e mazhorancës socialiste për të antarësuar BE. Domethënë, më fal, ti mendoj që mund të rikthehet Ministria e Integrimit? Ministrinë e Integrimit ne e dim fatin e Ministrisë së Integrimit, që në momentin më të rëndësishëm ajo u shkrim me Ministrinë e Jashtme,
dhe më pas nuk u mor vesh kur se kush ishte personi përgjegjës për integrimin, përveç rasteve të emërimit kryenegociatorëve edhe grupeve negociuese, por duke qenë se kemi sfida shumë të mëdha për afrimin e legjislacioneve me Bashkimin Evropian, pse jo vetëm Ministria e Integrimit, po ndoshta edhe 2-3 ministri të tjera, të cilat do fokusohen pikërisht në këtë proces. Tani, më zbulo disa emra të rinj që mund të jenë ministra dhe kush nuk do jenë nga këta ministrat aktual? Unë besoj se ministrat që nuk do t'jetë më janë ata që kanë kryesisht formim politik dhe që vinë nga Partia Socialiste si emra politik dhe jo si teknokrat. Do me thënë, në kabineti i ri, unë mendoj se Rama do jetë njeriu i surprizave, do emëroj persona... Vim mirë se e niset e i vjetri, bile në qofse më ndihmon në regjia, në qofse ka mundësi, unë vendosim qeverinë Rama dhe ta komentojmë. Do të vjetri ti the diçka të fort, do të thënë që emrat politik, tani emrat politik aty është Zonja Balluku, Zoti Balla, është Anila Dena, janë disa emra, pra edhe janë disa emra të cilët vinë nga Partia Socialiste si emërime, si persona me kontribut në fitoret e Partisë Socialiste apo në organizimin e Partisë Socialiste. Unë besoj se një pjesë e mirë e tyre nuk do t'jenë dhe do të zëvendësohen me teknokrat, në kuptimin që Rama do synojnë kryet ministrive për të thjeshtuar edhe procesin e integrimit, edhe punën e dikastereve që janë përfshira, do vendos njerëz të cilët janë të fushës dhe që do fokusohen vetëm në procesin e negociatave kryesisht, për shembull fjala bie po të marrë rastin e Ministrisë Drejtësisë. Unë personalisht nuk besoj që Zoti Manja, me gjithë respektin, do të vazhdojë të jetë ministri i Drejtësisë për vitin 2025-2026, sepse Ministria e Drejtësisë ka sfidën kryesore tashmë për ato që tham për përputhjen e legjislacioneve me BE. Po kush do ta zëvendësojë Zoti Manja? Jo se Zoti Manja nuk e bën dot këtë punë, pra këtë nuk e përballon këtë ngarkesë apo këtë përgjegjësi, por mendoj se duke qenë se do jenë persona që do kenë kontakt drejt për drejt më pas me kolegët e tyre në familjen europiane, me grupet e negocimit dhe me gjitha me radhë, besoj se Rama do zgjedh njerëz me formime specifike. Po mund ta thuash disa emra tani, se kjo është më e rëndësishme. Nuk mendoj se do dalin nga grupi parlamentar. Pra, si të thua jashtë grupit parlamentar? Po sigurisht, pra, nëse do kërkoj teknokrat zot dhe nëse do e ketë këtë ambicie, se unë po hedh një hipotezë, pra, se si e shoh të ardhmen e qeverisë në këtë moment, nëse do kërkoj teknokrat, nuk mund t'i gjej brenda grupit parlamentar. Ne e dim eksperimentet që janë bërë me grupin parlamentar socialiste, ka qenë ai varianti që dorëzon mandatet e deputetit që të bëhesh ministër, pastaj ka qenë ai varianti tjetër që u morën nga jashtë grupit parlamentar ministra së fundmi 3-4 ministra, por që gjithsesi nuk mund të themi se kishim të bëni kemi të bëjmë me persona të aftë me menaxhimin e ministrive, sepse s'kemi ndonjë rezultat të matshëm. Flas për financat, për Ministrinë e Brendshme. Këtë herë besoj se do godas shumë lart dhe do jeti i kujdesshëm në zgjedhjen e ministrave që do merren apo stafat me çështjen e integrimit. Tani një pyetje kam, se do të pyes përsëri për ato që janë emra të rinj jashtë parlamentit. Okej, dakord, ju thatë që një pjesë do jenë jashtë grupit parlamentar, a do jenë ministra ata që tashmë nuk janë antar të parlamentit, pra nuk fituan mandatin, fjala vjen Pandeli Majko, Ermanela Felaj, Blerina Gjulameti, edhe shumë të tjerë? Jo, mendoj që e kanë mbyllur kapitullin e tyre politik, si deputet dhe si ministrat Partisë Socialiste. Nuk janë më në karrierë politike? Dëgjoj, kemi një mesazh të Ramës, i cili u zbardh pas zgjedhjeve, sepse ne e dim situatën ku pati akuza me një grup WhatsApp-i brenda kandidatëve socialist për tjetërsim të votës, pra brenda listës PS-s. Dhe kemi një mesazh të Ramës i cili të rrogji vrejtje, i tha që të mos merren me çështjen e ankimimit në përgjykata për socialistët kundër Partisë Socialiste, sepse
qeverisja është aq e madhe sa që ka vend për gjithë, në kuptimin që këta janë figurat cilët Partia Socialiste normalisht do përpiqet të sistemoj për kontributet që kanë dhënë në mandatet e mëparshme. Ti sistemoj? Po, ti sistemoj, kuptimin që t'i angazhoj në qeverisje, po, t'i angazhoj në qeverisje, por jo në nivel ministri. Çfarë detyrash? Dëgjoj, ne me pak njohuri që kam për administratën publike, po ju them me përgjithësi se ka vende shumë të lakmuara administrata përveç se ministra. Ju duhet ta keni parasysh që ka një sër agjensish shumë të rëndësishme ku përveç se kanë organigrama shumë të mëdha me numër punojësi shumë të mëdhenj që akullojnë edhe një para shumë të madhe, një buxhet shumë të madh, mbledhin taksa apo shpërndajnë investime, por ka ana tjetër ne jemi dhe dëshmitar të asaj skenës që deputetët kanë qenë gjithmonë gatshëm të japin dorëheqjen nga mandati për të bërë kryetar bashkie të nivelit 3. Domethënë, imagjinoni se sa më rëndësishme se ti je deputet, është fjala bie, ti je bashkiaku i Memalia. Prit se kaloi, bëre kapërcime të mëdha. E para një herë tha që nga këta që nuk janë zgjedhur deputet, që janë aktualisht deri në shtator, por nuk janë zgjedhur deputet, mund të emërohen drejtor agjensish. Tani, çfarë agjenci janë këto? Më thoj 2-3 nga këto? Jo, kemi drejtorinë e përgjithshme të tatimeve, kemi AKBN-n, kemi Alpetrolin, që janë drejtoritë të ndaluara. Dhe këto mund të drejtohen nga këta ish deputetët? Po patjetër, pse jo? Ju keni drejtorin e Alpetrolit sot që ka qenë ish deputeti i Fatosnanos. Kush është ai? Eltar Deda. Eltar Deda. Po mirë, okay, nuk ka asgjë të keqe, por janë njerëz që se unë se imagjinoj dot, Ardit, një sekond, unë se imagjinoj dot që Pandeli Majko, drejtori i Alpetrolit, për shembull. Është, dëgjoj, ajo është në dëshirë, si thua, është vendimarrje. Po ka qenë dy herë kryeministër o Ardit, nuk mund të jetë ose Ermenela Felaj, nënkryetare e Kuvendi, ministre e shtetit, deputete 3 hera, 4 herë, të jetë drejtoreshe e agjencisë ku ju ndani. Sigur s'shkon kjo. Partia nuk të lut, partia të emëron ose të përzë, por problemi është ky tani, që kjo varet nga ambicia personale e cili do, edhe nga ego personale e cili do, se ne kemi dhe Ilir Medën, që ishte kryetar parlamenti, ishte president, ishte kryeministër dhe tash në fund donte të bënte deputet opozitar. Kështu që atë regresin e ka secili në dorë se si e interpreton dhe se si e përjeton. Po mund të jenë ambasador këta? Po sigurisht që edhe ambasador mund të jenë, por unë nuk e mora në konsiderat si post për shkak sepse ambasadori i Shqipërisë në çfarëdo lloj vendi nuk është se ka ndonjë peshë apo ndonjë përfitim. Po jo, ambasadori i Shqipërisë në NATO, ambasadori i Shqipërisë në BE, ambasadori i Shqipërisë në SBA, nuk është njësoj si ambasadori i Shqipërisë në një vend afrikan. Alzi. Dëgjoj. Unë nuk besoj se ka ndonjë peshë ambasadori i Shqipërisë për arsyen se për shembull ne kemi në NATO zotin Ilir Gjoni, që ka qenë gjithashtu ish ministër edhe ish deputet në kohën e qeverisjes Nanos, por nuk besoj se ka ndonjë peshë të madhe apo ndonjë përfitim të madh si në karrierë ashtu edhe nga ana financiare. Po sigurisht ne jemi mësuar ta shohim postin e ambasadorit edhe si një opsion për dalë në pension nga karriera politike.